Kryeministri Rama i komentoi si gënjeshtra lajmet lidhur me bllokimin e procesit të integrimit të vendit tonë drejt Bashkimit Evropian. Gjatë asamblesë së Partisë Socialiste në njësi numër 12 në Tiranë, ai deklaroi se rreth këtij procesi ka shumë zhurmë, mjegull dhe dezinformim. Sa shumë është folur mbrapsht edhe për procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, jo u bllokua, jo u ndalua, jo nuk bëhet kjo punë me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste e tjera. Rama tha se vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë shprehur gatishmërinë për të pranuar Shqipërinë, por duhet të vazhdohet me reformat për të përfunduar procesin. Ata na e kanë vënë, përpara na kanë thënë, po i bët 1, 2, 3, 5, 200, 300 se janë më shumë se 4.000 ato që duhet bërë, deri në fund 2027 ne do mbyllim negociatat. Ai theksoi se vendimet vendet anëtare i marrin me konsensus dhe BE-ja do ta marrë në union vendin tonë. Bashkimi Evropian do që të na marrë brenda vetes. Kemi bërë shumë nga ana jonë për të arritë këtu, por një gjë duhet me pas mirë parasysh, që nuk mjafton, ne mund ta kishim bërë të gjithën dhe nuk mjafton. Kreu i qeverisë nuk la pa përmendur as përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Nuk ka asnjë vend, asnjë qendër votimi që Partia Socialiste nuk e fiton dot, por ka qendra votimi ku Partia Socialiste nuk fiton sepse nuk organizohet si duhet. Si porosi për socialistët, Rama tha se në këto 2-3 muaj duhen bërë të gjitha gjërat e duhura që të sigurohet fitoria në zgjedhjet e ardhshme.